këngëtari Luiz Zelli dhe moderatorja Kiara Tito, me njëherë pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, kishin zbuluar se po ndërtonin shtëpinë e tyre pranë liçenit të Tiranës. Megjithatë, disa muaj më vonë çifti vendosi të mos jetonte më në atë shtëpi, pasi sipas tyre shtëpia rezultoi të ishte më e vogël nga sa kishin menduar fillimisht. Por në postimin e fundit të Kiarës ditën e dieshme, ajo ka prezantuar shtëpinë e re ku janë vendosur aktualisht. Ndaj, nuk munguan komentet nga ndjekësit. Një prej tyre shkruante: "Shumë bukur, ama shtëpia tek liçeni ishte një mrekullim me vete." Moderatorja Kiara Tito nuk nguroi të përgjigjej duke shpjeguar arsyet që i shtyn ata ta lënë atë ambient. Çështja e gustosh. Ajo është me stil tjetër, por me kalimin e kohës nuk të jepte ngrohtësinë e një shtëpie, sidomos për sa i përket arrëdimit. Përveç verandës që ishte shumë e bukur, pjesa e brendshme ishte pak e vogël dhe zona nuk ishte ndër të preferuarat tona, u shpreh Kiara Tito me plot sinqeritet për fansat e saj. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.